dalë në fund të tyre i dështuar. Si pala amerikane, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe pala iraniane. Pala iraniane është disi në pritje, pasi nuk është vendi që kërkon të sulmoj, por është vendi pritës që ndikohet e afektohet drejt për së drejti nga ndërhyrja nëse do të ndodhë, kryesisht lidhur, siç e theksova dhe më lart, me programin bërthamor të Iranit. E qartë. Zotë Preng, nga ana tjetër, aleatët arabë në Zhirin Persik druhen se do t'jenë objektiva e parë e hakmarrjes iraniane. Sa reale është rreziku që konflikti mes SBA dhe Iran t'i bashngjiten automatikisht vendet e Zhirit si palë të përfshira drejt për drejt? Ne pam javën e kaluar që Irani realizoi një stërvitje në det në ngushticën e Hormuzit. Garda revolucionare e Iranit, forcat kryesore që mbështesin regjimin atje, në bashkëpunim me palën ruse, organizuan një stërvitje relativisht jo të vogël. Kjo tregon se e kanë marrë seriozisht dhe e din kërcënimin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos nga 2 aeroplan mbajtëset që janë tashmë të vendosura në lindjen e mesme dhe shumë afër me Iranin, brenda hapësirës dhe distancës për të goditur çdo lloj objektivi që ata të dëshironin. Si në aspektin ajror, ashtu edhe atë detar. Këto do t'jenë. Skenaret e mundshëm aty janë në tavolinë, ekspertët kanë paraqitur, mendoj unë, disa faza apo disa skenar të mundshëm me një goditje blitz nëse nuk do të arrihet një marrëveshje. Këtë edhe pala iraniane diku më pak e diku më shumë, sepse ata janë të mbyllur ndaj botës dhe ndaj medias jashtëzakonisht shumë dhe nuk dalin informacionet, nuk dalin çfarë ata po përgatisin apo çfarë kanë gati për të reaguar nëse do të goditen, apo si do të veprohet konkretisht nëse nuk arrit në një marrëveshje. Unë besoj dhe shpresoj që do të arrit në një marrëveshje, pas ata kanë gjithkohën e nevojshme dhe presidenti Trump e deklaroi që ne do të ju vëmë një afat kohor prej 10 ditësh në fundin e javës që kaloi dhe kam një bindje që ata gjersa e kanë marrë detajet e një marrëveshje dhe po e studiojnë për të parafruar me ato çfarë pala amerikane ka kërkuar, por njëkohësisht edhe për të parë edhe në aspektin se si ata vetë do të arrijnë objektivat e një marrëveshje. Nëse vërtet nuk do të arrihet, po unë besoj që do të arrihet një marrëveshje në tavolinë, pasi as Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as rajonit lindjes së mesme, por as i vetë Iranit nuk i intereson që të hyjë në një konflikt. Qoftë ky operacion blitz për të goditur disa nga objektivat kryesore, por këtë frikë mendoj se këtë opsione kanë studiuar dhe vetë iranianët dhe qeveria atje, pasi lideri suprem e ka shprehur në një mënyrë jo drejt për drejt edhe përgatitjen e zëvendësit të tij. Janë 2 arsye, natyrisht edhe ligjet e natyrës, mosha relativisht e lartë e tij, por edhe rreziku e risku që nëse do të arrijë në një goditje kirurgjikale, jam i bindur që edhe rezidenca e tij dhe vetë si person do të jenë objekti kryesor i goditjes, përfshi këtu gardën, elementet drejtues të gardës revolucionare. Gjithsesi, po që sa arrit në goditje, jam i bindur që Irani do të reagojë dhe lindja e mesme do të jetë e përfshirë, kryesisht Izraeli dhe bazat amerikane të vendosura në lindjen e mesme. Vendet e tjera nuk besoj, pasi një pjesë e tyre, Omani, Egjipti, Arabia Saudite dhe shumë vende të tjera janë pro-amerikane në një mënyrë, kurse ato të cilat nuk janë pro-amerikane, mendoj që duke filluar që nga organizatat terroriste tashmë Hezbollah, Hamas edhe Houthi, janë goditur aq rënd sa nuk kanë ndonjë mundësi me peshë për të reaguar, si dhe vendet e tjera të cilat dal nga dal e në mënyrë, si mund të themi, permanente, Amerikani ka arrit që t'i godas dhe ata kanë punë ose problemet e tyre të brendshme, si që është fjala Afganistani, Iraku, Siria, gjithmonë kanë problemet e tyre të brendshme dhe nuk është e lehtë që të luftosh në 2 fronte të ndryshme.
nuk kanë kapacitetet në nevojshme, janë me konflikte, me protesta, duke marrë realisht, kështu që nuk ka se kushti shkoj në krah drejt për drejti Iranit. Irani ka patur dhe ka investuar jashtëzakonisht shumë me 3 organizata terroriste si dora shtrire e tyre për të vepruar dhe nuk ka kursyer asgjë për to në lindjen e mesme. Por lufta gati 2 vjeçare në mes Izraelit, mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por Izraeli si pjesëmarrës aktiv në këtë konflikt ka arritur që këto jo t'i azgjësoj, por t'i dobësoj deri në nivele të tilla që nuk mund ndërmarrin operacione në shkallë të gjerë. Nuk përjashtoj asnjë rast për goditje sparodike që ata mund të realizojnë. E qartë, ndërkaq, një nga skenaret, zoti Prenga, përfshin dhe goditje ndaj programit bërthamor iranian. Mendoni se do të vënonte realisht kjo programin bërthamor apo do ta përshpejtonte ndërkaq vendosmërinë e Iranit për ta zhvilluar atë ndoshta në mënyrë edhe të fshehtë? Me gjithë goditjet që u bën në qershorin e vitit të kaluar me B-2, me bombat dhe sistemin e ajror të aviacionit që ka amerikanit, që do thosha askush në botë nuk e ka këtë kapacitet dhe mundësi, përsëri Irani, paçka se nuk kemi informacione të detajuara, por duke marrë në konsiderat vendin e vendosës, thellësinë e vendosës, sigurinë e tyre, rujtjen, sepse është paralel me rujtjen e uraniumit të pasuruar, mendoj që nuk është shkatruar, thjesht dhe vetëm është goditur dhe vonohen procedurat e realizimit të pasurimit dhe të mundësisë së krijimit të një arme bërthamore për ta poseduar Irani. Kështu që edhe nëse do të goditet përsëri, do të jetë jo e lehtë. Ajo që e finalizon për mua dhe e siguron botën në përgjithësi dhe Shtetet e Bashkuara në veçantë e lindjen e mesme për mos posedimin e një programi, zhvillimi i një programi bërthamor, mos posedimin e kokave bërthamore nga Irani është marrëveshja dhe përcaktimi i grupit të inspektorëve për të realizuar gjatë gjithë kohës dhe për të njekur në vazhdimsi pasurimin e uraniumit dhe lejimin e tij vetëm për nevoja ekonomike të Iranit. E qartë, ndërkaq, një përshkallëzim mund të prekte drejt për drejt, zoti Prenga, dhe ngushtisin e Hormuzit. Sa i cënueshëm është realisht trafiku global i energjisë nëse Irani vendos ta destabilizojë të gjithë të korridor strategjik? Nëse vendosët dhe shkohet në finale që unë nuk do të uroja, nuk do të dëshiroja dhe pak besoj në goditje, atëherë detyrimisht që ai do të përpiqet me çdo kusht të bëj për vete shumë vende, duke ndikuar drejt për së drejti në ekonominë e tyre. Pra, ngushtisa e Hormuzit që kontrollohet në pjesën veriore nga Irani, ku kalon rreth 20% e trafikut të naftës në shkallë botërore, jam i bindur që ai do ta godas dhe bursat, çmimi i naftës e ndoshta edhe më gjerë do të ndikojë drejt për së drejti. Por nuk besoj se do të arrijë të përfshijë shtetet që ndikohen në aspektin ekonomik dhe furnizimi me naftë nga ky rrugkalim, nuk besoj se ato do të reagojnë aq ashpër sa të bëhen krah dhe të përfshihen në konflikt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra të bëhen palë me Iranin. Nuk besoj për shumë arsye, pasi tregtia më e madhe bëhet me Kinën, Kina është relativisht e distancuar dhe nuk besoj se do të arrijë të futet e të përfshihet në këtë lloj konflikti. E vetmi ndikim do të jetë aspekti ekonomik, rritja e çmimit të naftës, mungesa 20% në treg të naftës që do të rrisë menjëherë çmimin në bursa dhe do të ndikojë ekonomikisht edhe do të preke jo pak, por 20% të vendeve që furnizojnë pra të globit. E qartë, por si do ta riformësonte një sulm amerikan raportin e forcave pranë mes Washingtonit dhe boshtit Moskë-Pekin, zoti Prenga? Bindjen me Pekinin natyrisht do të kishte ndikime, kurse për sa i përket me Rusin, nuk besoj se do të ketë ndikim të fuqishëm, pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në takimet që kanë zhvilluar 2 presidentët, duke filluar nga takimi i Alaskës, edhe në të ardhmen që parashikohet për arsye të konfliktit Rusi-Ukrainë të ketë një takim final mes tyre, e në mes tyre do të ketë besoj patjetër mes presidentit në finalizimin që uroj deri nga vera e këtij viti të ulin në tavolinë dhe të nënshkruajnë një marrëveshje për paqe të qëndrueshme. Shtetet e Bashkuara do të jenë ata që do ta e kanë iniciuar dhe do të jenë
rolin kryesor për të realizuar. Në këto kushte them që situata dhe marrëdhëniet mes Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë nuk janë në pikën më të dobët të tyre, por do thosha janë të përmirësuara për sa kohë dy presidentet janë takuar dhe mbase kanë vendosur edhe fatin e Ukrainës